sepse zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen në tetor, pritet që në komunat veri t'i kthejnë në pushtet listën sërbe, nëse ata marrin pjesë. Nuk do t'jenë ma ata kryetarë shqiptarë që kanë qenë. Shfrytëzohet kjo momentum? Shfrytëzohet kjo momentum, po. Dhe natyrisht përmes këtij tregimi neutralizohet disi ajo situatë. Do thotë ku jemi ata janë këty, kanë fitu postët atje, kanë fitu zgjedhjet kryetar komunare janë serb, po megjithatë ne kemi ndërtu 2 ura. Mund të shkojmë më shpejt atje tash, s'na ndalon askush. Pra është manovër elektorale që unë ko jam i bindur që kam i dhez. Tu përshohim fotografi 2 kandidatët kryesor për kryetarë. Përshohim Faton Kpecin, përshohim Marian Tahirin, që është kandidati për Marian Tahiri s'ka pas qare pa shkuat, u dosh më duk. S'ka pas qare. Po, ai do më me vetë fotin që është aty. Problemi është se tash ky projekt është edhe shantazhues, tash nuk guxon me dal kundër. Shumë mirë që pas disa takime që ka pas Albin Kurti me Qaqmen Kajani që me ditë që... Po du me theksu atë, është manovër pastër elektorale. Kejtësisht. Dëmhasaj. Nuk e zgjidh më shumë, nuk e avancon më tutje problemin e Mitrovicës. Unë e pajtova me Dugin fillimisht që tha që problemi Mitrovicës nuk është problem urash, po është problem politik. Edhe pra aq kosa nuk arrin me i zgjedh kontestet politike që ekzistojnë, ndër të ura sa dush se kanë me qenë paka shumë situata ka me qenë e njëjtë. Prandaj kjo që ka sot zoti Kurti, kryeministin e tyre bën, thjesht është vetëm një tërheqje vëmendjes edhe mediale, sepse tash na po flasim për këtë temë, por njëkohësisht është edhe tërheqje vëmendjes edhe e publikut, edhe kjo bëhet për 2 arsye. E para, me tërheq vëmendjen nga problematika e mos konstituimit kuvendet që po vazhdon Kosova me lëngu në këtë proces, edhe çështja e dytë duke i marrë parasysh motit dhe fundit të opinionit publik që po bën vazhdimisht, edhe duke pa një ramjet e tij në sondazhet publike, është duke u mundu tash që me këto kartat që ai din mas miri me luajt që janë kartat nacionaliste, ai me mri me tërheq vëmendjen e publikut e njëkohësisht me mri me tërheq edhe përkrahjen e publikut çysh ai din me e bë. Përndryshe, nuk ka asnjë, logjik ti me fillu me ndërtu 2 ura, për aq kosa nuk e ke hap një urë. Domethënë tash një vit kemi diskutuar në studio televizive për hapjen e urës së hibrit. Dhe ka qenë pikërisht koha e korrikut, edhe është thënë që deri në gusht ura do të hapet. Në gusht ura nuk është hap. Jemi një vit mbrapa, ura prap nuk është hap. Para ca ditësh është testu ura hibrit, edhe nuk është testu dhe nuk u hap prap. Domethënë çfarë logjike ka? Po e teston një urë ekzistuese, nuk po e hap. Edhe pastaj po vjen me një është mirë edhe çfarë po të hap. Na e dim se s'hapet ajo. Na e dim shumë mirë. Po atëherë çfarë logjike ka nëse ti e ke një urë ekzistuese, e cilën nuk po mundesh me e hap, për shkak problematikave që po themi që janë politike dhe nuk janë problematika të urbanizmit ato, po janë politike, atëherë po i filloj me ndërtu 2 ura. Ne këtë dim që kjo qeveri ka qenë, mundemi me thonë që ka qenë qeveri totalisht e dështume në përfundimin e projekteve kapitale, qoftë ato që i ka gjetë të nisura nga qeverit e kalume, ose edhe ato projekte që vetë i ka fillu. Ne këtë jemi dëshmitar që është dosh 3 vjet me prit për me u përfundu një urë që mund tjetë edhe ma e vogël se sa ura në Milumin Ibër që ka qenë urat e Liçeni Badovcit. Ku këtë qytetarë që kanë udhëtuar në atë kohë e din që ka kanë hek për me kalu pjesën të Badovcit për shkak mungesës së një ure. Pra 3 vjet ju ka dosh me ndërtu një urë për me lidh Gjilanin me Prishtinën edhe fshatra tjerë që janë të asaj ane, dhe tash po i fillon 2 ura. Pra nuk është kjo problematik as e investimeve, as nuk është një problematikë thjesht elektorale që po i fillojmë me realizu disa projekte me tendencën me tërheq vota. Jo, është një problematikë që po fillojmë me bëj diçka që karta është e nacionalizmit, që me mëri me tërheq një përkrahje më të madhe duke u bazuar ajo që një pjesë e madhe e qytetarëve tonë akoma vujnë pikë kësaj idesë të nacionalizmit, e sidomos këtë temë gjithmonë Albin Kurti e bën vetëm kohë të verës, pra kur ka një vëmendje shumë të shtume të bashkëdhetarëve tonë që jetojnë në Perëndim edhe që vinë këtu. Përndryshe, nëse kishin një projekt i thjesht kapital me qëllime urbanistike, me qëllime të ndërlidhjes së 2 anëve të qytetit, 2 komunave, atëherë projekti mas pari kish shku në procedurë të rregullt të prokurimit publik. Nuk kish pas nevojë me shku me një procedurë të negociume, me marrë shpejt një kompani aty dhe me vendos, sepse ti jenë qeveri që 4 vjet e gjys, ke pas kohë me fillu procedura, e stër procedura dhe me fillu këtë projekt. Pra nuk është ky qëllimi i tij. Qëllimi i tij është thjesht qëllim
ma tepër me ingerenca nacionaliste se sa me ingerenca të lidhjes. Nacionaliste, po shkirë. Ajo është kështu. Nacionalizmi sepse ai thotë unë po e lidhi veriu në jugun, që këta e ndonë për 20 vjet, çuçi ka shit edhe këtë ato çka ka ndodhur në veri tash edhe. Rreziku që vjen është ky. Pra ato ura edhe mund të ndërtohen, po mund të përfundojnë pa hapura. Për shkak se në rast se nuk hapet ura kryesore, atëherë këto dy ura mund besin të pa hapura. Ose rreziku tjetër që është që këto projekte munden me fillu me këtë farë vrrullin e madh që filloi sot, po munden me u dash ku me u ndërtu duke u bazuar tek projektet e kaluara që thjesht me vite s'kan mrime, nuk kanë mrime me i përfundu. Dhe ajo që është problematike, po e shoh tepër problematike qasjen apo komunikimin që ka me ndërkombëtar. Pra nuk mundesh çast me thjeshtësi me thonë, nëse ndërkombëtarët kanë ai paqartësi, kanë ai paqartësi, e din adresën kur më ardh. Jo, nuk komunikohet kështu me partnerët tonë ndërkombëtar që na kanë ndihmuar me ardh deri në pikën që jemi sot, qoftë në aspektin e zhvillimit ekonomik, apo të zhvillimit të demokracisë, apo të çlirimit, apo të pavarësisë, apo çka do tjetër. Nuk mundesh me komunikuar kështu me partnerët tu. Partneri, kur e ke partner, domethënë komunikimi do të bëhet shumë më në mënyrë të perfeksionume e jo në këtë mënyrën që bën. Pra, kur ki nevojë ti për partner, janë rregull momentin kur ata kanë një reakcion qoftë negativ, ti më njëherë më kundërvyn këtë mënyrë, më që kjo është çështje shumë e paska shku para Niko Albin Kurti pikërisht për urat rreth lumit Tiber, po thotë 77 ura janë gjithsej përgjatë lumit Tiber. Prej tyre 35 janë në Kosovë. Në Vjesht bën 37. I bën që kën Vjesht po i përfundoi këto sepse punimet për ndërtimin e 2 urave të reja, nesër sot në Mitrovic, ka vazhdu më pas ka treguar dhe i ka uruar qytetarët e Mitrovicës të 2 komunave për këtë projekt. Pra, projekti nuk pas ka mund dalë, ndonëse ka pas një reagim ndërkombëtar, dhe fundi këtij projekti kanë Vjesht në shos zgjedhjesh. Krejt që mundë me thonë është puna marë. Pra, jo lumt. Puna marë i koftë. Por një çështje tjetër... Apo? A moj me folitën. Shiko, nga aspekti politik, me rëndësishëm se sa ndërtimi këtyre 2 urave, ka qenë rindërtimi xhamisë së Ibrit në pjesën veriore, në cepin verior të urës,